Mbas kërkesave të vazhdueshme ministrisë, prej këtu e një viti, që të liberalizoj sa do pak sportin e boksit, pasi gjithë botën sporti i boksit është liberalizuar. Vetë mënyra se si boksohet e bën shumë kontrolluar sportistin nga ana mjekësore. Dhe ne futëm edhe një parametër shtesë, futëm edhe tamponin. Megjithatë, përgjigjet nga ministria kanë qenë negative. Kemi një vit e gjysmë që boksojmë vetëm nëpër Ballkan, vetëm nëpër Europë dhe në Shqipëri nuk boksojmë dot. E fundit ishte përgjigja që sapo morëm nga ministria që nuk do ketë aktivitet e boksit. Kurse këto sparringje lejohen. Me që lejohen sparringjet, ne do vazhdojmë bëjmë sparringje, sepse në qoftë se nuk i bëjmë edhe këto sparringje, boksi vdes. Jemi përpara kësaj alternative dhe kështu që s'kemi asnjë rrugë tjetër, vetëm të organizojmë sparringje në gjithë Shqipërinë. I gatshëm si gjithmonë Zef Gjoni i vllaznia Shkodrës me palestrën e tij me bokserët e tij, me ju si media që e ndiqni gjithandej, edhe thamë ta startojmë këtu sparringun mbar kombëtar që do bëjmë gjitha qytetet e Shqipërisë. Sparringje për përzgjedhjen më të mirët? Absolutisht sparringje për përzgjedhjen më të mirët, por jo vetëm. Edhe sparringje të tjera që të jenë edhe bokserët mos humbasin reflekset e tyre, të jenë në ring, të bëjnë ndeshje, edhe ata që janë më të mirët, le të ngjiten në ring dhe të vazhdojnë aktivitetet e munguara prej 15-16 muajsh. Nuk ka aktivitet në Shqipëri, por besoj që do të marrin pjesë në ndërkombëtare. Do marrin patjetër, po si mund të marrin pjesë në aktivitete ndërkombëtare nëse bokserët ta nuk i ngjisim në ring. Kështu që jemi detyruar që t'i bëjmë të sparringje, të evidentojmë sportistët më të mirë që të shkojmë në aktivitete ndërkombëtare. Edhe unë falenderoj shumë.